Zhurma rreth ftesës së Edi Ramës në podcastin e tij për një personazh të rrjeteve sociale të PD-s nga Korça, Ilir Vrenozi, tregon shumë për mënyrën se si konceptohet liria e të qenit demokrat në partinë e Sali Berishës. Podcasti Edi Ramës ka mbi 1 milion ndjekës dhe pjesëmarrja në të është një promovim falas. Syri është televizioni i Saliut, djalit të Sali Berishës, dhe pjesëmarrja e demokratëve atje kushton nga 2.000 në 8.000 euro, sipas një liste çmimesh publike që e ka bërë të njohur vetë marketingu i këtij televizioni. Nëse ke shansin që Edi Rama të ftojë në podcastin e tij, ti ke mundësinë të shpërndash mesazhet e tua në një audiencë falas shumë herë më të lartë se sa tek televizioni i Zenit. Nëse del tek televizioni i Zenit, ty thuajse nuk të shikon njeri fare, por duhet paguash dhe 8.000 euro që të quhesh demokrat. Tani të dyja këto ngjarje u bën lajme në media. Lajmi se Vrenozi ka refuzuar Ramën u interpretua nga drejtuesit e televizionit të Zenit si përpjekje e dështuar për ta bler atë. Domethënë se Vrenozi do dilte tek podcasti i Ramës, ai do të quhej shitur tradhtare të tjerë, pasi quhej automatikisht i bler nga Rama. Nëse del tek televizioni i Zenit, duhet të japësh Zenit 8.000 euro dhe quhesh demokrat. Pra i vetmi njeri që lejohet blihet me lek në PD është Zeni. Kur paguan tek ai, quhesh demokrat dhe besnik. Kur del pa lek tek podcasti i kryeministrit, quhesh tradhtar. Natyrisht Edi Rama Gallate ka këtë fushat dhe ky Vrenozi është personazhi i duhur për ta plotësuar tablon e gallatës së fushatës. Por nëse këta demokratë kanë njëri të rëndësishëm vërtet, pse nuk e bëjnë deputet në Korçë, por e quajnë demokratë të sakrificës pa e shpërblyer? Nëse është vërtet demokrat dhe akoma më shumë nëse e quajnë një personazh serioz që i vlen demokracisë me aq famë sa ka në rrjetet sociale, ata duhet ta kishin bërë deputet. Fakti që nuk e kanë bërë deputet apo që nuk e përfshin në listat e karrierës tregon se ata ose i tremb liria e tij ose budallallëku i tij. Për këtë të fundit, dyshoj se ata në shumicë janë vetë budallënj, ndërkohë që e kanë mbushur listën me budallënj. Kështu që më shumë besoj se i tremben lirisë së tij. Ndaj dhe janë gëzuar që nuk ka shkuar tek podcasti i Edi Ramës pa lek. Tani qetësohuni dhe vendosuni në radhë për të paguar tek televizioni i djalit të doktorit 8.000 euro në një dalje. Është i vetmi që lejohet të blihet në PD, i vetmi që lejohet të marrë leje ndërtimi nga qeveria, i vetmi që të ndërtojë në Tiranë dhe në Bregdet, i vetmi që t'i çlirohen tokat e bllokuara po nga qeveria, të marra me korrupsion, dhe i vetmi tek i cili duhet paguajnë edhe kandidatët për deputet të PD-s. E kam fjalën për ata të listës së hapur, se ata të listës së mbyllur kanë paguar paradhënie.